të videot kanalit tim, ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Më në fund do bëjmë një udhëtim tjetër. Sot ne po bëhemi gati, unë kam ardhur nga shtëpia e Aleksiës, sepse nesër në mëngjes unë, Aleksia, Maria, Redioni jemi për t'ikur në Athinë. Dhe ju do thoni pse nuk e përmende emrin. Sepse ne këto biletat I kemi prerë që në gusht, madje ka qenë nuk e di, dita e dyta e tretë e pushimeve, kemi qenë kështu, anës detit, po diskutonim për t'ikur një palë pushime tjera për festat e nëntorit, edhe tham Athinën, me që edhe Redioni dhe Emreja nuk e kanë vizituar asnjëherë Athinën, se ne të tjerët unë Maria Aleksa e kemi vizituar shumë herë. Dhe I prem biletat direkt. Tani, vjen momenti për të kërkuar leje Emreja, sepse Emreja nuk e ka pushim të premte si që kemi ne, e ka punë, dhe nuk I japin leje. Dhe Emreja do vi, jo të premte në mëngjes, kur do ikim ne, do vi të premte në darkë. Edhe kjo është një histori tjetër. Ne, duke qenë se nuk I dhan leje, vendosim që të prisim një bilet tjetër për të shtunë, me Wizin prap, të shtunë në mëngjes, të njëjtin orar si do ikim dhe ne, se ne do nisemi në orën 7:05. Pastaj fola me mamin unë para 2 ditësh, edhe më thot mami, mo I tha, po s'kishte orar tjetër, tha, vetëm ato orar të mëngjesit kishte, tha, fluturim, nuk kishte ndonjë orar tjetër mbas dite që të mbaronte punë Emreja dhe të nisej direkt. Edhe unë thash, nuk kam parë, edhe u futa pash, dhe pashi kishte fluturime me Aegean Airlines, që niste në orën 7:20 në mos gaboj, mbas dite. Kështu që Emreja nesi që është e premte. Do shkoj në punë, do mbaroj punën dhe direkt pas punës do niset për në Athinë. Do vi vetë, këmë rënë të pika, po çfarë bëjmë? Më mirë se sa të mos vinte fare. Kjo është mundësia më mirë. Dhe si thash, udhëtimi do ishte për këta të dy. Njëri s'mori leje, tjetri theu këmbën. Redioni ka thyer këmbën. Është me impateric. Gjithsesi ne do mundohemi që t'i marrim më të mirën këtij udhëtimit edhe ta shijojmë në maksimum. Sa po mbarova me On Dead, edhe do I bëjmë çik me spray. Nuk e di në çfarë më kanë bukur apo jo mbrapa? Këta kisa lodhën ben? Gördün? Evet. Shkler. Shikojni çik gush pllumin tim, shikojni çik. Dur be. Aç biraz. Aşkım mama. Ha. Ka ruajtur mjekrën edhe ka lënë vetëm mustaqet, është bërë pikë si turk është bërë. Atëherë, përfundimi është ky. Po më pëlqejnë më shumë Qa këto? Kështu si Qa këto? Po më pëlqej ka më shumë kjo ëndja kështu, kjo dallga kaq e madhe. Edhe në fakt kisha kopa I bërë flokët me këto Wanted. Këto nga fundi ikën fare u prishën. Edhe më rinë më bukur. Tani shpresoj që do jenë deri nesër në rregull. The next morning. Mi mëgjesi nga më që jam e alarmuar. Kam marruar pasaportën në shtëpi. Nuk më vajti me ndja fare të merja pasaportën. Ua, sa do marrë, më. Kam qenë shumë me alla katur. Duhet si mu da është pasaportën se kuptoj. Ja, duhet t'jesh Danja I shtarosh. Uajra e pa njëtën time, shu që kujtova tani. Do kësha vajtu në aeroport, pa pasaportë. Kulmi. Do shkojmë në ta marim tani, që të bëjmë? Në hallin. Ha, maj Aleksia. Redioni me bateritë në dorë. Ha, shqyqyr. Shqipia të të shpia, për të të cene, në në kjo bateritë. I që të Jemi shumë vonë. Jemi tepër vonë. Inshallah nuk ka shumë radhë. Po si pas gjasave. Që bëhet këtu më zotë ma. Kësh Redionka. Redionka. Redioni nuk e ka prerë të parë që u dhëton me këmbën e thyrë, se para një javë ishte në Firenze, kështu që është mësuar me aeroportin edhe me batericën. Ha më Redion.
Mëredion. Po të shtu dhe shti volejbolli Mëredion. Jemi veshur të gjithë me Timberland. Redioni ka një Timberland, ne kemi nga 2 Timberlande. Ja dhe Aleksia ku po vesh Timberlandet. Më në fund arritëm pas 4 rrotullimesh në aeroport, sipër do me thënë. Do ju tregoj një foto që na dërgoi Dori, se sa radh kishte bërë avioni derisa ul, vetëm nga që kishte shumë shi, s'du hi furtun. Edhe më në fund arritëm. Maria me Redionin i pën tek autobusi pas nesh, edhe kur erdhën i futën direkt kështu jashtë radhe nga që Redioni prapë. Gajsa! Si na kaluat paradhive kështu? Redion, paske privilegjet i kur je kështu një këmsh. Ju keni privilegjin e Petrit, unë kam privilegjin e Rravo. Në gjithemi lartë, dhe një ishi. Maria. E ullëm Redionkën në metro. Edhe nuska e Redionkës ullur. Po lere me lere ludrimin ti. Kush është ludrimi? Kush është lundrimi? Kush është lundrimi? Kush është zaza? Kush është zaza? Dolëm, më në fund arritëm, jemi këtu tek Akropoli, edhe ka dalë dielli, do me thënë nga furtuna, nga ajo që nuk uleshim dot se kishte shumë shi, më në fund ka diell, shkëlqen, harmoni, sa bukur. Jam shumë e lumtur. Grera, ishte më ndjek. Tani ne kemi bërë një gabim të votë fare, që thoni ju. Supozoj të zbrisim diku tjetër për të lënë valigjet që na i kishin dërguar ata të Airbnb-s. Dhe ne zbritëm te stacioni i Airbnb-s. Dhe unë me idenë që zyra e këtyre dhe Airbnb-a do ishin në të njëjtin vend. Ato janë me distancë nga njëra tjetra 25 minuta më këmbë. Edhe me disa stacione të tjera metroje. Kështu që për momentin këtu ku jemi, të shikojmë mos gjejmë ndonjë gjë për të ngrënë. Edhe pastaj me nge të vem të qojmë këto. Megjithëse sa të mbarojmë nesër ngrënie së piri, do ver ora 3 për të bërë check-in-in, kështu që s'ja vlen. Thoughts are wandering away with me today, fading into grey. Say that it's okay. Këtu ku ishim ullur tek Plakaki, ato që hëngrëm ishin shumë të shishme, shumë të mire edhe të veçanta, paktën ajo që mora unë. Ishte omelet me domate e përzije, që s'kisha ngrënë ndonjëherë, se s'më kishte vatu ndonjë mendje që mund të përzije omeletën, atë vezën me domate. Tani, duam të shkojmë të gjejmë një Mikel për të marrë ndonjë kafeçkë, edhe ta me dhe ndonjë ëmbëlsirë, se pa ëmbëlsirë nuk shtyt vakti, nuk përfundon vakti. Silhouette in vain, just here to speculate. No fear, I test my fate. No thoughts are wandering away with me today, fading into grey. Mbaron së piri kafeçkën edhe tani po vim vërdall këtu te Ermu të përshkatojmë ca lek. Blem ndonjë gjë, shikojmë ndonjë gjë të bukur, të mirë me ulje, se është edhe Black Friday sot. Bëra një blerje të vogël te Sephora, mora një hidratues për fytyrën se më ka mbaruar edhe dua të provoj diçka të re. Edhe mora edhe një maskë për fytyrën me kolagjen. Të dyja më shkuan 17,92 euro me ulje, se kishte goxha ulje në fakt. Edhe kam pritur gati një orë në radhë, vdiqa. Jam bërë ujë në djers, jam lodhur, kurizi po më dhemb. Dhe kuptova në fund fare ku pafrohesha që isha te radha që paguhet me kartë. Tani nuk është ideale që të paguash me kartë shqiptare në euro, se unë bet me sa di nga konvertimi. Po s'kisha çabeja se nuk isha ndërmend që të zbrisja poshtë prap te radha tjetër, që ishte, nuk e di sa mund të ishin ja 50 veta aty poshtë, dhe të mbisja dhe ca minutat të tjera, ose orë.
Ndoshta. Pse që paguam me kartë? Hi! Më në fund, e kemi 17 minuta larg Airbnb-n. Kjo është shtëpia më e vjetër e Athinës. Jemi raskapitur, realisht, me këto çantat në kuriz. Edhe kjo çanta që kam marrë unë është shumë e pavolitshme, shumë e parehatshme, më rëshket, po thjesht e mora sepse ka këtë zinxhirin. Se po të kisha marrë atë çantën tjetër që ishte pak më e madhe dhe pak më rehatshme ndoshta. Ajo ishte e hapur, mund të rrezikoja të videsha. Po jemi afër, më duket se u afruam te pjesa e Airbnb-s. Kështu që po lëvizim, morëm ujë. Edhe tani duhet të gjejmë hyrjen. Disha nga këmbët, nuk ja u shpjegoj dot. Nuk e di se çfarë më ka ndodhur me këmbën e djathtë tek pjesa këtu e këmbës. E kërcita 2 herë në fakt, nuk e mbaj mend se kur e kërcita. Po si duket ajo kërcitja double. Lalush! Çupa po na bën guidën. Erdi Loli! Ja Sula! Hajde! Edhe po thoja, ajo kërcitja duke gabuar diku në anatominë e trupit tim, edhe po më dhem të merr shumë. Dale ti Rita të shtyp. Dale. Do të gushtë. Ua, se pas kanë kyçur fare. Wow! Da të bëjmë direkt një tour. Një tualet që nga këtu. Edhe WC-ja. Doma, njëra. Nice. Doma tjetër është kjo këtu. Tualeti tjetër. Ua, këtu pas ka shumë fantazma, o Marian. Ka dhomë tjetër? Ka dhomë tjetër? Aja, është edhe kjo dhoma tjetër. Shpejt, të shumë çantat, shpejt. Po, shumë bukur. Është e mirë, është okej. Po, nuk e di pse mirë se fiksua që kishte pamje nga Akropoli kjo, apo kemi parë në një tjetër me pamje. Se mbaj me të fare. Po që është okej, përderisa ka 3 dhoma gjumi, edhe 1 dhomë gjumi ka edhe një krevat tek, është i bollshëm domethënë. Ti tregoj pak edhe se çfarë mora tek Sephora. Mora një mask me kolagen, siç ju thash, edhe kjo është nga Biodance. Ishte 5 euro e pak. Mora edhe këtë hidratuesin nga Bioma. Nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, thjesht i thash asaj dua një hidratues që të mos jetë shumë i ndryshëm se kam gjatë i ndryshëm me lëkurën. Edhe mos jetë shumë i shtrenjtë, se për prave dua. Ja dhe Timberlandsa tona, këto timet, këto janë të Marijës dhe i Redionit. Shisi është degjur si Gjergjel e Zalia. Me patericën në krah. Ta mbaj mend këtë lodhje qafe, kurizi. Jemi të peku. Sa do të shlodhemi? Sa orë do të shlodhemi? Sa është ora? 4:20. Sa po u bëm gati, edhe tani do dalim që të shkojmë të ham. Çfarë dam? Redion? Çfarë dam Redion? Redion? Zhuvlaki. Dam suflaqe. Pita me gjiro. Tha fame pita me gjiro. Kotopulo i hirino. Shumë Sa respekt kisha për ty për asaj që bërë. Çfarë? Sa respekt kisha për ty për asaj që bërë. Pse çfarë bëre mo? Folë grek që.
apo vjen po ju jep lek grekëve, apo vjen po ha te grekët? Çfarë derrin ke? Ti ke me dëshirë. Se për me dëshirë. Moj ky pse? Moj Maria, ky redioni tent, pse sa që del videot e mia del negativ? Edhe pastaj vjen natë kur I thon njerëzit je negativ. Në të njëra më thejnë negativ, dhe ishte negative për vete. Po më prito. Bëm një foto Polaroid, po ka dalë shumë e dështuar. E sa është të bëj një makinë kështu si, duke qeshur. Po kalojmë të shinat e treni, shpejt, Redion, se po vjen treni, Redion! Mu! I shkreti. Jam bërë shumë djallëzore me këtë Redionin. Po e ngacmoj shumë. Po e shumë djali mirë. Jo që ka pakun. Si u bërë, zeta. Pe bre Redion, të kishim marrë metron, o Redion, kishim marrë metron. Ha? Do shoh qytetin, Redioni. Më entuziast edhe më I gatshëm për të parë qytetin e Redioni që është më në kamp se sa neve. Qa keme? Po shumë ratë e leme. Guys, shikoni sa bukur duket Akropoli. Edhe pas 15 vitesh më tha Evelina, kanë hequr të gjitha skelat se ishte e mbuluar, që bëshin renovime, punime, restaurime. Më në fundi kanë hequr edhe mund ta shikojmë të gjithë të plot kur të shkojmë nesër. U lodha. Të shkallët na lodhen. Sa pa arritëm te një sufllaqeri që na sugjeroi Lali. Mami ndërkohë e kemi në Stamboll edhe ka vajtur ta haj kumpir. Shikoni ju? Edhe unë që po xhelozoj tani për kumpir. Ha. Çfarë do të bëja? Kumpiri është ushqimi I preferuar I Tanjës dhe I Aleksës. Po. Ja ushqimi që mori Redioni, Maria mori sufllaqë, Aleksia mori merida. Mëse unë mora sufllaqe vegetariane. T'ju them pak për vendin që hangrëm, buk ishin shumë të mira ato që porositëm. Redion, mund të thuash diçka të pëlqye? Shumë mirë. Edhe mua më pëlqeu ajo, mora sufllaqe vegetariane, po e mora me qofte kunglleshkash. Ke të drejtë thuash në ndim me sufllaqe vegetariane, dhe i mos fol. Janë edhe sufllaqe vegetariane që nuk janë të mira. Jo. Ka sa të duash. Si një person që ka vetëm sufllaqe vegetariane. Kush ti që më ndalon mua të drejtën e fjalës një? Me sufllaqe vegetariane ta ndaloj. Po sa e bukur, me sa e bukur. Shumë e bukur. Tani po shkojmë për në Manastëraq. Ky vlog nuk do t'jetë vlogu ku ne vim në Athinë, ky vlog do t'jetë vlogu I Redionit. Redioni është protagonisti I këtij vlogu, është personazhi kryesor dhe ne të gjithë jemi dytësorët. Figurant, Bix. Ne jemi këta ekstra. Po. Ore, u fut zotria, po ja u thash se më mend. U fut për të marrë parfum te Sephora, ishte 20 euro, edhe zotria kaloi direkt vetëm se ishte me një paterit, kaloi. Po do të bësh edhe pak rolin, sikur je ti I lodhur, sikur ke bërë si gjina vqar, sikur je ke trenica të tjerë, shumë pastaj. Kurse unë prit atje një orë ca për të paguar 2 gjera. Kështu është për këtë dykam. O dykam po 2 gjera. E po paska të mira edhe të kesh kam. Kesh me një kam. E një kam. Erdi, po vjen. Do kërcejmë valle, haj kërcejmë valle. Lali tha, në qoftë se I shikoni këta që fillojnë vrapojnë, futjani vrapit e mos bëni pyetje. Lali tha, just run, don't ask, run thoughts. Trust me, you won't like what he's gonna follow. Hajde. Pa sa bukur rruga Ermu.
Arritëm në Monastir Raqi, ja dhe kemi pamjen këtu të Akropolit. Sa bukur duket o zoti madh, sa mrekulli. Por, arriti Emreja edhe ka arritur në kohë. Edhe tani unë zbrita poshtë ta marr. Welcome in Athens! What a beautiful weather, huh? Po zbresim një ne të dyja që kur zbresin ata, se ke pirë. Që kur zbresin ata të ke mundësi t'i filmoj. O që shiu zuri nuk e keni den, kështu për njërë, shiko si jam beru. Qull, shi. Edhe kjo s'është i qazja. So, how was the flight? With Lily or normal? Flight did... Oh! He flew with Lali. Did you make him fly? Did you fly? With motor? Flight, he said, with Lali or airplane? On the ground. I didn't know. How was the first flight and then the second one? It was shit. Shit me? Yes. Niye? Was it raining? Second one it was perfect. Aa. Ne me Lalin bëm surprizë juve. Aman kush më erdhi në Greqi mua, aman kush më erdhi në Athinë. Erdhi në Greqi prap, zemra ime, shpirti drita. Sa po e di shkoj? Do i tregoj diçka të bukur. Unë bëra me iPhone 17 Pro Max. Unë e mora blu, Emreja e mori blu, edhe Alex e mori të bardhë. Më në fund u bëm me telefonat të vinë dhe unë tani do merrim derisa ta rregulloj që nesër të përdor këtë. E hapa unë. Thank you baby. E bëjë. Sa një pili gëllë ku. Sa shka që ma? Ure në zemë ti. Thank you. Aha, do shka marrë edhe ty marrë. Jo, si këtë ndonë e si atë ka pate. Kemi marrë burane. The next morning. Good morning. Kemi zjuar që në orën 9, se kishim vënë alarmin. Po tani u grita, ora 9:30. Në asa imi lodhur tje, nuk e keni ide. Unë që thoni ju, kur vata nga shtëpia Aleksi, supozoj të... Ah, jo, ta që kujtova. Duhet kisha e kurosur ca roba. Po robat që duhet të e kurosja, i kisha lënë në çantë që do merrte Emreja, që do e sillte kur vinte dje. Që robat janë pa e kurosur dhe më duhet t'i kuros sot. Që kishte heku këtu, sot do dilja si xhorre, edhe do mbënte llafe mami. E shikoni pak me këto që na gjenden. Pantallonat
vendos atje kurosë në mënyrën tradicionale shqiptare, në krevat. Nuk e di për ju, po unë kam parë familjar edhe na ka ndodhur edhe ne kur ishim kohët hy me mamin që të kurosim dhe një roba kështu në krevat. Për shpejt e shpejt. Make-upi sot do të bëhet këtu. Sepse drita që është në tualet është për i bejt të Zotit. Dje, kur erdhëm në dhomë, edhe ushtrimu të shlodhëm pak, pastaj dolëm, po ndërkohë që ishim në dhomë, normalisht që na binte ndonjë gjë nga dora, ecnim, gërvishnim këto tavolinat i tërhiqnim pak kështu pa i ngritur. Sepse harrojmë që jemi në një vend që nuk është i shtruar me pllaka, siç jemi edhe në Tiranë, për shembull. Edhe na del kjo nëna e katit poshtë, na flet anglisht dhe na thot mos bëni zhurmë lart, kështu me nerva, po bëni shumë zhurmë tha. Ne po flinim gjumë, i thash, se di më fal tha, po dëgjoj shumë zhurmë. Tani njerëz jeni e mori dreqi. Këta janë, nuk e di. Më thënë, duhet të kesh kujdes edhe kur të frymosh, se mos bezdisen këta poshtë. Se ne, të them të drejtë, nuk është se po bënim ndonjë zhurmë të madhe. Vetëm njërë ndodhi me karige, edhe njërë ndodhi që më ra mua çanta, se i kisha vendosur në cep të divanit. Kaq, asgjë tjetër, ndonjë gjë e madhe, kështu, ndonjë zhurmë, muzikë apo të bërtitur apo. Çfarë do na bëje Redion? Pateri, prezantimi i outfitit. O vash se ja fut te televizorit. Paterica dhe farmacia. Çanta, galvinteni. Okej. Bluza dhe pesa. Pantallonat dhe pullendere. Pucët Timberland. Këpucët. Puca Timberland, puca tjetër të farmacia. Parfumi Mont Blanc. Parfumi Mont Blanc, parfumin e mori dje te Sephora që thash. Faleminderit. Na bëj edhe ti emre një outfit check. Hajde. Kombinin pazardan, Allah korusun nazardan. Hajde be. Where is your? Nereden giydiğimi. Sigurisht. Sigurisht se ma. Plan 1. Timberland. Boots Timberland. Zara, Timberland. Kaq. Po. Arritëm tek Three Monkeys. Na solli Alexia këtu. Ti e gjete këta? Yes. Bravo, hajde tash të shikojmë çfarë zgjedhjesh ke bër. Mëngjesi, çunat morën shakshuka greke, qërstimin e meni grek me sa duket, turk. Unë mora një bagel me marule, kaçkavall edhe domate. Alexia mori, çfarë mori ti Alexia? Omelet me perime. Kurse Maria mori bagel me feta dhe domate dhe speca dhe piperka. Speca, është për Tiranë se kjo ama. Ju bëf të mirë. Kali sasoreksi, kali oreksi. Thank you. Say it in Greek. Çay. Ha? Faisto. Evharisto. Efaristo. Efaristo. Gjendja. Ishin shumë të mira të gjitha. Juve ju pëlqyen? Shumë. Kajsa? 5 nga 5. 5 nga 5? Po pse jo nga 10? 10 nga 10. 5 nga 10. Redion, shakshuka me këtë, na solli edhe një vaj me spices, me gjëra, jo, me spicy, me pikante. Shu ishin ato, çfarë janë ato farat? Ishte shumë pikante, thot Redioni. Edhe Aleksa e provoi. Nasıldı? Si ishte? Mirë, shumë mirë. Traditional Greek menemen. Menemeni tradicional grek, thot. Did you like it? How was the spicy? Spicy. I loved it, bro. I loved Spicy. Did you like it? Yes. Spicy istedin çünkü. Yes. Bravo. Një prit. E ke mjetë? Thuaj në Shqip. Sa erdha thuaj? Sa erdha? Sa erdha. Çarben be, çarben. Aha. I didn't understand.
Sa erdha. What it means? I just came. Ah, yes. Sa erdha. Sa erdha. Sa erdha. Yes. Po. Kjo. Ku? Do you see Nuk this? dua gjë për. Do you see this? Unë nuk dua. Which one? Oh. Do you see this? Let's turn around. Ose hajde ve majde. Hajde ta. Where is it, bro? Ah, Yes. ja ku është. Këtu. Yes. Yes. Çfarë do bëjmë tash ne? Ku po vem? Speak slow, bro. Ku do vem? Ku po shkojmë, Emre? Danja, Ku është Danja? in front of us. Përpara. Përpara nesh. Të para nesh. Për. Ah, lokumades. Do luku madhe? Po. This place here, not the one. Okay. 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 Bye. Uj. Oh my god, uj. Çokoladë dhe morëm. Valla. Le të pim uj. Sa healthy? Yasaklanan uy reklamı. Po. But without showing. Yes. We're not getting paid for this. Yes. Yeah. If someone make reklam for the water. That will take me Okay. because I'm too good at that. Okay. Përshëndetje. Përshëndetje. A është e mira? Përshëndetje. Urna motor e dashur. Baja Aki. Oh my Zeus. Oh my Zeus. E, po bëjmë bazdike ne. Şaşıran budala. Aa, unë budala. Tani sa po hipëm tek një open bus, që siç e shikoni na bie dielli, edhe do nisemi do bëjmë turin e Athinës, do shkojmë në shumë vende, na kanë dhënë edhe kufjet që do dëgjojmë. Po më duket se duhet të shkarkojmë diçka në telefon? Po ku do dëgjojmë? Apo e ka janë këtu. Okej, perfekt. Na dhanë edhe nga këto flet palosit që duhet të lexojmë informacione dhe pastaj do kthehemi prap këtu. Është sa ishte kjo 1 orë e gjysmë gati? Po, 1 orë e gjysmë. Do kthehemi prap këtu, pastaj që këtu do shkojmë tek Akropoli. Do ngjitemi te Akropoli, të shikojmë Akropoli. Edhe mund të shkojmë edhe tek muzeu, se kemi qejf të shikojmë edhe muzeun. Kështu që kjo ishte mënyra më e mirë për të parë pak më shumë nga Athina, edhe për të qenë safe me Redionin, sepse nuk duam që të lodhet shumë. Duke qenë se kemi një këmbësh. Redion derisa të heqësh atë këpucën, unë kështu do të quaj, më vjen keq. Okej, perfekt. Tani të sistemojmë edhe caun. E vure turqisht, të lumë të byqa. Të lumë të. Dua të falenderoj publikisht Lalin, Randon, sepse na ka bërë ndere pa fund, na ka ndihmuar pa fund, shkoi dje që mori Emrin në aeroport, na siguroi turin me autobus, na mori telefonat. Shumë faleminderit La për çdo gjë. S'na lëra as mizat. Lali, të duam. Duaj edhe ti Lalin me. Sende Lali të duam dhe? Të duam Lali. Ja. Ky është stadiumi Olympiakos që po kalojmë tani. You got me hypnotized, you make me realize, yeah. Just tell me baby who's up by your side, 'cause every day and night. Shi ku ma kam futu në mes djalin. Shi. Zemrën. Emosh.
Maçik. Gelsene. Gel. Ne? Öyle mi? Dhe më në fund erdhëm në Akropolis. Dhe sigurisht Maria me Redionin ikën me ashensor. Pyeti Redioni atë vajzën te bileta nëse mund të merrte edhe ne me vete dhe i thanë maksimumi nëse mund të ta lejojnë vetëm një person. Më shumë jo. E ne tani të na dalë llapa këtu. Nuk e ngjitur maloret. Madhështore bre. Nuk e di. Erdi Poseidoni. Që nga dole ti Poseidon? Aty? Andej? Oh my god, panoramik. Kam arjuar t'ju them që ka ardhur Evelina. Hi. Bash me Denin, po këtu që nga shumë e rësirë. Nëzirat ndejo. Do të dini këtej. Hi! Bitte do të dim. It's so beautiful. Lulkat. Jemi lodhur kaq shumë. Kemi jetu kaq shumë. Diqa. Do marrim këtë dhe duhet të shkojmë patjetër tam, se nuk mundemi dot më. Ishte një vajzë aty te Akropoli që tani ju. Edhe kishte veshur një fustan ose më saktë disa rripa fustani. Kishte edhe të pasmet i kishte të bera, se nuk ishin natyrale, duke ishin shumë qartë. Edhe vend të vinte vërdall, kishte vënë një kështu në kokë si ato të Rusisë. Ai që shtot andaj. Edhe kishin thënë ka këta të sigurisë, kishin thënë Marisë dhe Redionit që kemi një turist problematik. Kujtojnë se janë Afrodita, domethënë që të bishen kështu, që nuk bishen, po harrojnë që Afrodita ka qenë e virgjër. Sa po dolëm nga ky dyqani, bleva 4 unaza, po do ja u tregoj pastaj, ishin me 5 euro secila. Dhe Evelina tha janë stainless steel dhe ja blejnë se janë shumë të mira. Evelina këtu i merr vatë të unazat më të thash, janë shumë të mira dhe nuk nxjehen fare. Kështu që thash halal. 4 unaza, 5 euro, 20 euro, edhe i moran që kështu. Ma dhulli veç me arë shtu projde. Çonkej. Sa po arritëm në shtëpi, do bëjmë i gati sepse do shkojmë në një vend që do ham, kështu taverne me muzik live. Do ham, do pim, do këndojmë, do kërcejmë, besoj. Edhe do shkojmë me Lalin, Evelinën, Gjonin, partnerët respektive. T'ju tregoj pak unaska që bleva. Bleva këto. Kjo si fjongo, ose si makaronë. Kjo këtu, që ishte e tillë, mund të ngushtohet dhe të xhirohet, më duket. Dhe bleva këto 2 të tjerat. Unë nuk parambaj unaza, po dua të filloj edhe të bëjmë pak më femërore. Shikoni, kam edhe vetka. Përveç këtyre, shkuam dhe te NYX sepse pash një video në Instagram që tregonte njëra një lip gloss që nuk fshihej. Lyej një me këtë gjën, dhe pastaj lyej me këtë gjën, edhe nuk fshihej. Kalonte kështu, kishte një gjë si tip xhami ajo. E kalonte aty te buzët, edhe kur e kthente nga kamera nuk ishte asgjë. Edhe unë u fiksova, bleva edhe unë, bleu edhe Maria.
Tani, nëna ka mashtruar videoja, bravo i qoftë asaj edhe No, we need it stronger. Enjoy! Thank you, Angela. Kalosas brikame! Yamas. Yamas! Yaman. I need water. It's wine. No, it's haram. No water, haram. Drink it all! Drink it all! No! Tell us your opinion about the Greek national team in basketball. Should they win? Should they win the Euro basket on the summer? Yes or no? Why Turkey is in Eurobasket? Why Turkey is in Eurobasket? Why Turkey? Now you should take on from here. I did what I did. Ξεκινάμε από τα βασικά. It's Asia. I am with you. No, I'm wrong. Asia, no. Turkey, no. Why is Israel is the Europe? No. Like this. The real question. Emre, the real question is why Antetokounmpo is playing with Greece. And beautiful! Yeah, I've actually careful with Antetokounmpo because I'm obsessed with him. Me too. I am the biggest fan of him. What? No, ZMV. We're gonna have a fight. We're gonna have a fight. Εμένα βρήκατε το πιο αντρικό εδώ πέρα για να δώσετε το λογαριασμό. Ρε πλήρωνε. Να το πληρώσω εγώ. Πληρώσω εγώ. Όχι. Η κυρία έχει μάτι και βλέπει. Ποιος έχει the money? Who has money? You have the money. I have the money. He has the money. That's why. We talk about money. Okay, half. Do you want to? No. Why? Why not half? No. It's all yours. It's all his. Give it to him. Where is it? Who took it? No. Give me the money. No. I will pay! Eu sei o irmão. Ué, nunca fiquei de pra tu, é pra fazer Deixamos. Olha aí, tava tudo. The next day. Good morning, nga dita jone e fundit në Athinë. Sot jemi për të kthyer në Tiranë. Kemi dalë, kemi bërë edhe check-outin, kemi dorëzuar çesat e gjitha. Tani po shkojmë të ham mëngjes. Dhe pastaj që nga mëngjesi do shkojmë prap tek Ermu, sepse do futemi prap tek Sephora. Emreja ka qejf të shikoj të blej ndonjë parfum. Kështu që do vëmë të blejmë parfum. Unë do të futem te Hondo Center, mos harroj. Dua të marr atë Kyle Lashes të Kylie Cosmetics sepse është shumë i mirë, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Po Mesi sa më këputi. Ato që porositim aty ishin shumë të bollshme. Dhe ishin shumë të mira. Ishim në vend meksikan, apparently. Unë nuk e angra do të gjithën.
Po, shkela bosh, mendova se ishte drejt, ajo ishte një shkallë. Edhe sa po më dhe më kurizi tani. Diqa. Këto ndodhin kur je 28 vjeçe. Fillojnë edhe bëjnë problemet me trupin. Wow, na rova t'ju thoja për mbrëm. Mbrëm jemi super kënaqur, realisht të qeshura pa fund. Aq sa mua filluan edhe po më dhimnin këto dhe një farpike. Që nga momenti që ullëm edhe dhe në momentin që ikëm, vetëm kemi qeshur, kemi bërë shaka, kemi ngrënë, kemi pirë. Për të kërcyer nuk kërcyem, po kishte muzikë të mirë. S'ka gjë, do muzik live. Mjaftoja se s'po rregulloi drita. Mjaftonte atmosfera që we had fun, nuk ishte important të kërcenim. Ashkim, did you have fun with my cousins yesterday? Yes. Did you enjoy time with them? Yes, so much. Thanks for everyone and everything. And Lali, I love Lali. I love Denny. I love Johnny. Okay. Thanks for everyone. Yalnız bir şey diyeceğim. Ne? İstanbul'u alamayınca kendi İstanbullarını yapmışlar. Ne? Ne? İstanbul'u alamadıkları için kendi İstanbul'unu yapmışlar. Nga që nuk pa... İstanbul from Temu. Nga që nuk patën mundësi të pushtonin Stambollin, thot, e kanë krijuar Stambollin këtu vetë. Nejse. Se Emreja thoshte që ngjan fix Istanbulli. Më thënë vibe-i, njerëzit, edhe ushqimi ishte pak a shumë i njëjtë si turku, si ushqimi turk, domethënë. Edhe unë ndihem si në shtëpi tha. Që më pëlqej ti. Morëm shureal, morëm pasta shu. Kemi qenë njërë me Evelinën, më duket ja u kam treguar ku kam ardhur para shumë vitesh këtu. Duke qenë se nuk lejohen ushqimet, pijet më theptasht, pak nuk shoj di unë se Redioni thotë kundërtën. Unë e hendra pime, më kishte rënë edhe çik sheqeri, tash po më pijet shumë ujë. Po kemi nuk e di se sa minuta. Okej, Aleksa mori boba ti. Nga Fun Joy. Boba apo bubble? And for train destination. Boba. E ka marrë me rush. Mu e hamë këtu në metro. Ka ha Maria të që. Jami. Edhe Redioni. Okej. Që ishi mire bukur të ullur aty, menduam se do shkonim deri në fund. Ku na zbritën. U fikën dritat, na thanë dili nga treni. Tani me sa po shikoj, i radhës për në aeroport, të 24 minuta, thot. Redioni ndërkohë për Terezin e vetë, duke ngrënë mbretësirën. Arritëm në shtëpime në fund. O zot, që kemi hequr. Redioni t'i humbi kuleta, i kishte rënë, po mendoj se mos në momentin që zbriti nga autobusi për në aeroport, mos e kishte marrë njeri se kishte veshur xhupin edhe kishte në xhepin e xhupit. Pastaj kemi harbuar për të folur, për të gjetur, për të komunikuar me polica. Dola unë jashtë, fola unë me disa polica që gjeta jashtë, ata më thanë që duhej bërë denoncimi. Redioni pastaj u fut prap brenda, u rikthye atje ku kalon pasaportat që del, edhe foli me disa polica të tjerë. Policat pastaj kishin dhënë një urdhër, nëse mund ta quaj të tillë, që të kontrolloj autobusi. Dhe Redioni duhet të priste me Marien, ndërkohë ne kishim porositur dy taksit kishin ardhur dhe vendosëm që unë dhe Emreja t'i iknim, kurse Redioni, Maria dhe Aleksia që do iknim me një taksi të rinin të prisnin. Dhe në momentin që do iknim ne, Redioni më merr telefon edhe më thotë që e gjetëm. Kishte rënë autobus, shqyr, edhe e kishin gjetur, e kishin marrë polica dhe ja kishin dhënë. Po një tmerr, një frikë, një të jetë këtu. Nëse jo, është në rregull, mami. Mami time është në Stamboll, ka vajtur ajo me shoqet e veta,
Edhe duam tani që të marr ca djath që ka marrmalli Emren nga Stambolli. Edhe t'ja sjellë, po flet, po komunikon me mamin me voice messages këta të dy. Shqip. Anyway, me kaq të mbyllet videoja, se ne tani do ikim të marrim kasa telefonit, ju vendosim edhe telefona me xhama, mbrojtës. Dhe do të shihemi në videon e radhës, në qoftë se juve ju ka pëlqyer kjo video. Dhe doni që të bëjmë dhe udhëtime të tjera si kjo, në për qytete dhe shtete të tjera, mos harroni të bëni subscribe, të ndizni zilen, të më bëni mua follow në Instagram, sepse atje postoj në kohë reale, në disa raste. Dhe... Edhe, por djathë me I mirë që do të hani ndonjë herë. Flas. Si kur I ka për në breçka. O të kej që në të, o shpirt. Ne dio, mami. Jemi në autobus, edhe do na shpjen në sheshi, do na shpjen në shoferi me autobus. Atje mund të gjej unë këtë që do ti? Mami sürekli bahane ama. Mami tërkon jep justifikime. Se I tha mami nuk Okej, mami në rregull. Sürekli bahane. Do të behind my mother's back, ha? Bakacak. Mami sürekli bahane. Gitmek istemiyorum de ya. Bulabilir miyim orada dedi. Ha. He, okey mami ne regu demişsin. Hadi yanlış anladım. Mufal mami. Mufal. Yanlış anlamışım. Zot. Nuk Kuptova. Kuptova gabim, mami. Kuptova gabim, jo nuk kuptova. Gabim. Anyway, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, Nuk të e më di. ndiqni në rrjetet e mia sociale, siç ju thash, në TikTok. TikTok mbaren I fare. Në Instagram dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju po dhe ju përshafoj të gjithëve. Mua! Bye!